Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur demër dhe herën e kaluar ju thash më duket, me sa mbaj mend për demët, përteksa e radhe është duke kërkuar nga Demi të fillojë një kapitull të ri, kudo që ndodheni tani, çfarë do që jeni duke bërë tani, jeni duke bluar në përkokë një fillim të ri. Për të dalë nga kjo situatë ju duhet të merrni vendimin. Nuk ndodh asgjë vetvetiu dhe asnjë tarot nuk mund t'ju detyroj dhe asnjë energji të dashur demër. Duhet ju të veproni, ti përmbaheni kësaj energjisë. Prandaj dhe lexojmë, të shikojmë çfarë ndihmesa kemi për të ecur atje ku duam. 4 të Majklit quhet letra. Të fton të ndalësh, të marrësh frymë dhe të rikthesh qetësinë, nga që koka brenda po të bluajnë shumë gjëra, por veprimet janë asgjë. Duket se ke kaluar kogja një periudhë lodhje dhe tensioni, apo je duke vazhduar një të tillë. Universi është duke thënë ndalo. Pushimi nuk është dobësi, është strategji. Në heshtje do të vinë përgjigje që nuk e ke dëgjuar nga zhurmat e kokës juaj apo nga rrethi që jeni. Kjo është koha për reflektim dhe për të rikthyer në ekuilibër shpirtëror. Por them për të rikthyer, nga që thash nuk do thot patjetër që do vlen ky lexim për gjithë demrit, po flas për ata demër që kanë patur një periudhë, mos të them si, fare për toke. Do thot po kërkon një pushim në kuptimin e reflektimit. Hapas keni bërë deri tani, keni bluar në përkok, por është koha tani. Sa më gjatë, aq më vështirë. Ja ku janë fillimet e reja të dashur. Pas kësaj qetësie apo reflektimi, quani si të doni të dashur demër, hap këtë derë të re, një faqe të re në jetën e juaj. Është duke filluar, është duke dashur të filloj, ta them më mirë kështu. Dhe kjo herë më shumë me më shumë vedije. Ke mësuar shumë nga kaluara, ke reflektuar dhe tani po hyn në një kapitull apo do hysh nëse i përmbahesh këtyre gjërave të dashur demër, që të fton të jetosh sipas qëllimit tënd të vërtet. Ky është një ririndje butë që e ndriçuar nga falja ndaj vetes, pse kam qëndruar aty, pse kam duruar, pse kam vepruar kështu apo çfarëdo që të jetë, çfarëdo që ke përjetuar, tani do të marr kuptim e gjithë kjo për të ecur përpara. Dhe gjithë këto kur bëhen të dashur demër vjen 10 të Arielit, si bekim që shpërblen këtë fillim të ri. Një ndjenjë sigurie, stabiliteti dhe minjohje do të mbush energjinë tënde, shpirtin tënd, mendjen tënde, zemrën tënde. Kjo lejtë tregon një periudhë ku gjërat nisin të sistemohen, të vihen në përvende, në ekonomi, në marrëdhënie, në jetën familjare. Është një kujtesë për të parë gjithçka që keni arritur, sepse ndonjëherë jeta të jep më shumë se ç'mund të shohim me nxitim. Dhe kjo është arsye që duhet sistemuar në vendet e veta. Dhe letër kogja e bukur është perandori të dashur. Perandori sjell fuqinë për të marrë kontrollin. Demi tani e gati të ngrihesh me qartësi, duke ditur çfarë të duhet, çfarë duhet të bësh. I marrë nga ai reflektim. Ka ardhur momenti të ndërtoj diçka që zgjatë, që është afatgjatë, një plan konkret, një vendim që forcon një drejtim të qartë që të jep stabilitet dhe siguri. Mos prit që të tjerët të marrin drejtimin për ty, të bëjnë gjërat për ty. Kush po pret të vlerësoj, të kuptoj se aty ku ishe apo aty ku je, është nga që po sakrifikon për diçka, për dikë. S'do ta dikush. Ti je arkitekti i jetës tënde dhe tani ke mjetet për ta bërë. Kjo energji. Asi i Gabrielit.
kur ndez zjarrin e pasionit të ri. Kjo letër është si, ta them, si një frym e re, jete që të futet në shpirt, një mundësi e re, një ide e re, frymëzuese, apo një projekt që të ngre lart, do të ndihesh më gjallë, më kurajozë, dhe gati për diçka që të bën të ndihesh gjallë, jo e vyshkur, e vjetër në shpirt, ka që ndjej këtë energji. Pra, dhe gati për gjitha këto, është koha për të thënë po, pa dyshuar, pa kthim pas. Kur them po, nuk po mendoj në atë kuptim që dikush do të pyet, dhe ti do të thuash, okay, e bëj, apo e bëjmë. Jo, është gati ti thuash po vetes, çfarë duhet të bëjmë. Pra, një reflektim që duhet të merrni gjërat në dorën e juaj, në dorën e juaj, as timin, as atin, apo asaj. Dorën e juaj. Dhe faqe e Gabrielit. Dhe ky lexim, ta thosha kështu, mbyllet me faqet e Gabrielit, që është energjia e fillimit të bukur dhe të guximshëm. Kjo letër të thotë shko pas asaj që të ndes zemrën. Mos prit momentin perfekt, mos prit personin perfekt, ideal, situatën apo çfarë do që të jetë. Bëje tani, sepse universi është tani. Kur them universi është ajo energji me ju të dashur. Kjo është periudha kur guximi shpërblehet, kur energjia pozitive sjell mundësi dhe aventura të reja. Pra të dashur deshër, nga pushimi del forca, apo nga reflektimi, nga falja lind fillimi, çfarëdo që duhet falur, dhe vetën tonë, apo të tjerët, dhe nga vendosja vjen fitoria. Je duke rilindur me qëllim të ri, me një pasion të ri, që do të udhëheqë drejt stabilitetit dhe gëzimit. Shko pas asaj që ndjen në zemër, sepse këtë herë rruga është kogja e ndriçuar. Mos e humbisni dhe këtë shans. Të dashur demër, në heshtje rilind, në qetësi forcohesh dhe në guxim e gjem veten.